Provimi kombëtar për ciklin bazë të arsimit për klasat e 5 të shkollave 9-vjeçare u mbajt sot në Lushnjë dhe në të gjithë vendin. Janë 8 qendra në rreth ku 561 nxënës zhvilluan provimin. Nxënësit me aftësi të kufizuara që frekuentojnë shkollën do të jenë pjesë e tij, por sigurisht në planin individual edukativ me të cilin punojnë bazuar mbi veçoritë e tyre. Testi ka kombinuar pyetjet nga gjuha shqipe, matematika dhe dituria e natyrës. 11-vjeçarët e shkollës jo publike nënshkruesi pavarësisë në Bisefa, gjithashtu dhanë sot për 1 orë 30 minuta provimin shoqëruar me emocione. Në fillim kur u futëm për të vërtesin kishim emocione, por pas një gjysmëore kuptuam që testi ishte i lehtë dhe filluam ta plotësonim. Gjithashtu mësuesit atje ishin të mirë dhe nga mësimet që mësuesja jo na ka dhënë dhe na ka përgatitur për këtë test, ne plotësuam të gjitha ushtrimet me lehtësi. Një falënderim edhe për mësuesen time që gjithmonë e gatshme për na ndihmuar neve. Në fillim ne kishim shumë emocione, por më pas filluam ta kuptonin që testi ishte i lehtë. Filluam t'i plotësonin edhe me një lehtësi shumë të madhe. Falenderojmë Zyshën që ka përkushtuar kaq shumë kujdes ndaj nesh, edhe shpresoj që të kemi dalë sa më mirë në test. Provimi ishte shumë i thjeshtë, në fillim me gjithë klasa kishte emocione. Menduam se nuk do t'ja dinim, por kur pam se si ishte testi, ja arritëm më së miri. Nuk e dim se si kemi dalë, por shpresojmë që kemi dalë shumë mirë. Një falënderim i madh shkon për mësuesen ton Laureta, e cila na ndihmoi gjatë këtyre 5 viteve për kushtim ndaj nesh. Mësuesja kujdestare e klasës së 5, Laureta Lame, uron nxënësve suksese në klasën e 6. Sot u zhvillua provimi kombëtar i klasave të 5-ta. Ishte një provim i lehtë, do të thoja, pak të nxënësit kështu e konceptuan. Vazhdoi shumë normalisht, me qetësi, me rregull, konform të gjitha rregullave. Kur dolën nxënësit i pash ishin të qeshur, të gëzuar. Unë i falenderoj shumë për punën e madhe që kanë bërë në të këto vite, por edhe për përgatitjen e këtij testi dhe jam shumë e sigurt se duhet të kenë dalë me rezultate shumë të mira. I falenderoj nga zemra. Suksese dhe dalshin faqebardh dhe në rrugën e mëtejshme. Kujtojmë që provimi nuk ka nota dhe as penalitete për nxënësit që do të dalin dobët në të.